E nderuar rektoria e Universitetit profesore Aurela Saliaj, i nderuar dekani Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, profesori asociuar Miftar Ramosaçaj. Të dashur student, të nderuar të ftuar, të nderuar familjarë të studentëve, i nderuar stafi dhe senati akademik i Universitetit Ismail Qemali Vlorë. Kam kënaqësinë sot të hap këtë ceremoni të veçantë diplomimi. Një moment i paharruar për të gjithë ju që sot diplomoheni dhe përmbyllni me sukses një kapitull të rëndësishëm të jetës tuaj, për të nisur një rrugtim të ri, gjithmonë me besim dhe shpresë për një të ardhme më të mirë. Me kjo ceremoni diplomimi shënon një moment të veçantë në historinë e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore dhe në historinë e Universitetit Ismail Qemali Vlorë. 30 vjetori në krijimi të këtij tempulli të dijes. Janë 3 dekada të mbushura me arritje, përkushtim të pandërprer dhe përpjekje të përbashkëta për të ofruar një arsim sa më cilësor dhe për të kontribuar pozitivisht në shoqërinë tonë. Më lejoni të ftoj dekanin e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, profesorin e asociuar Miftar Ramosaçaj, për fjalën e tij përshëndetëse. Të nderuar studentë të diplomuar, e nderuar zonja rektore profesore Aurela Saliaj, të nderuar familjarë të studentëve, miq dhe dashamirës të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës që jeni të pranishëm në këtë ceremoni. Sot është një ditë e jashtëzakonshme për të gjithë ne që jemi pjesë e këtij universiteti. Kjo ditë shënon jo vetëm përfundimin e një kapitulli të rëndësishëm në jetën tuaj, por edhe një moment historik për institucionin tonë. 30 vjet nga themelimi i këtij tempulli të dijes dhe përkushtimit. 3 dekada më parë, Universiteti Ismail Qemali u krijua me një vizion të qartë, të ofrojë një arsim cilësor, të përgatisë breza të rinj profesionistës dhe të jetë një shtyllë zhvillimi dhe përparimi të vendit tonë. Sot ju jeni një frut i çmuar i këtij vizioni. Vitet që keni kaluar këtu kanë qenë të mbushura me studime, përpjekje dhe sfida që ju kanë formuar në profesionist të aftë dhe individ të përkushtuar. Në këto vite, keni bërë sakrifica të mëdha për të arritur deri këtu. Keni kaluar natë gjata studimi, keni përballur sfida akademike dhe personale, keni bashkëpunuar me kolegë dhe keni përjetuar momentet parushme që do t'ju shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Ndonjëherë sfidat dukeshin pamundura për të kapërcyer, por ju keni gjetur forcë për të vazhduar dhe ja ku jeni sot, krenar dhe të suksesshëm. Në çdo hap të këtij rrugëtimi, keni ndërtuar themela të forta për një të ardhme të ndritur. Në këtë ditë veçantë nuk mund të mos shpreh minjoret pafund për familjet tuaja, që ju kanë mbështetur pa rezerva, shpesh duke sakrifikuar dhe përballuar vështirësi për të cilët ju duhet jeni mirënjohës gjithë jetën. Në këtë përvjetor, ne si universitet ndihemi të mbushur me krenari. Ju përfaqësoni më të mirën e këtij institucioni dhe ju jeni dëshmi e punës së palodhur të gjithë atyre që kanë kontribuar në rritjen, zhvillimin e universitetit tonë. Ju mishëroni vlerat, etikën dhe përkushtimin që ky universitet përpiqet të mbjellë te çdo student që ndjek rrugën akademike këtu. Nga sot, për ju fillon një kapitull i ri. Do të përballeni me një botë ku ka nevoja për dijen, aftësitë dhe vizionin tuaj. Ne besojmë te ju në potencialin tuaj për të sjellë ndryshimin. Mos harroni se suksesi nuk matet vetëm me arritjet profesionale, por edhe me përkushtimin për të përmirësuar komunitetin dhe për të bërë shembull për të tjerët. Siç thotë Elon Musk, diploma nuk është gjithçka. Mësoni vazhdimisht, ndiqni pasionet dhe mos u dorëzoni. Ju falenderojmë që keni zgjedhur Universitetin Ismail Qemali dhe fakultetin ton për përkushtimin, sfidat që jeni përballur dhe arritjet që na kanë bërë të gjithëve krenar. Universiteti Vlorës Ismail Qemali do të mbetet gjithmonë shtëpia juaj, një vend ku mund të ktheheni për të ndarë sukseset, për të kërkuar mbështetje dhe për të vazhduar të rriteni si profesionist dhe individ. Ju uroj një të ardhme të ndritur dhe suksese pafundme në çdo rrugë që do të ndiqni. Urime për diplomimin dhe për rrugtimin e ri që po nisni, suksese për ju dhe familjet tuaja që ju kanë mbështetur në këtë rrugtim. Ju falenderoj. Faleminderit profesor Miftar Ramosaçov, ftoj rektoren e universitetit, profesoren Aurela Saliaj për fjalën e saj përshëndetëse. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje stafit pedagogjik, përshëndetje profesorëve të ftuar, përshëndetje studentëve,
Përshëndetje prindërve dhe familjarëve që mase këtë ditën sot e kanë edhe më me emocione se sa vetë studentët. Për mua është privilegj i veçantë që të jem këtu me ju dhe të ndajmë së bashku këtë moment kaq të rëndësishëm të jetës tuaj, ashtu si tha dhe dekani juaj paraprakisht, është një ndryshim epokal për juve, sepse përfundon epoka e investimit kryesor akademik, por pastaj ai do vazhdoj për tërë jetën dhe do filloni seriozisht të impenjoni në investimet profesionale apo në karrierën profesionale. Unë ju komplimentoj një herë të gjithëve si student të këtij fakulteti sepse keni zgjedhur profesione të vështira, keni zgjedhur programe akademike të vështira, se si profesione mund dalë shumë të bukura, varet sa pasion do ta keni më vonë. Por si programe akademike keni zgjedhur programet akademike më të vështira të universitetit. Besoj që me shumë mund dhe sakrifica, me asistencën shumë korekte të pedagogëve tuaj, me vështirësi, por ja keni dalë përderisa jeni sot këtu dhe pikërisht për faktin sepse është kaq e vështirë të investohesh për të dalë inxhinier, për të dalë kimist, për të bërë mësues matematike apo mësues fizike, prandaj edhe jeni shumë të çmuar për shoqërinë. Jeni një investim i sigurt që shoqëria jon që e ardhmja jon të jetë më e mirë se ç'është deri tani dhe jam e sigurt që juve do ta çoni përpara. Unë ju uroj më të mirën, ju uroj sukseset më të thella, më të mëdha në profesionin tuaj. Uroj ta keni gjithmonë Universitetin e Vlorës në zemër dhe të kujtoheni gjithmonë dhe të mbani me krenari titullin e alumnit të Universitetit të Vlorës. Suksese të gjithëve. Faleminderit profesore Aurela. Do të kalojmë tani në prezantimin e aktiviteteve të studentëve përmes një videoje e cila pasqyron arritjet dhe përvojat e tyre të ndryshme gjatë udhëtimit akademik. Isha këtu për para jush sot. Ndihem i vlerësuar dhe për këtë gjej rastin të falenderoj gjithë secili nga ju. Faleminderit. Faleminderit Erik, të urojmë suksese të mëtejshme dhe është momenti të fillojmë me shpërndarjen e certifikatave dhe diplomave për studentët ekselent, të cilët me përkushtim dhe punë të palodhur janë sot dhe kanë vërritur sot këtu. Ftoj rektoren e universitetit, profesore Aurela Saliaj, për të dhënë diplomat dhe certifikatat e nderit. Dhe Naleda Lamaj për të marrë diplomën dhe certifikatën e nderit. Po, titull nderi për studenten Naleda Lamaj, Manja Cum Laude. Është i rëndësishëm titulli Manja Cum Laude se tregon nivelin më të lartë të ekselencës deri tek 10-ta. Po të kishte me 10.0 goca do kishte marrë medalje ari. Por është shumë afër nivelit të 10-tës dhe prandaj është diplomohet, laurohet me Manja Cum Laude. Shumë urime vajzë. Ftoj Melda Brahimaj për të marrë titullin e nderit Cum Laude dhe diplomën e saj. Melda. Ftojmë studentin Erik Kushta për të marrë titull nderi Summa Cum Laude dhe diplomën e tij në shkenca kompjuterike. Ftojmë studentin Keida Xhelilaj për të marrë titull nderi Manja Cum Laude dhe diplomën në biologji. Ftojmë studentin Denis Demaj për të marrë titull nderi Manja Cum Laude dhe diplom në shkencat kompjuterike.
Ftojmë profesor Miftar Ramusaçaj për të dhënë diplomat dhe certifikata nderi për studentët ekselent. Ftojmë Brusri Karabolli për të marrë titull nderi, magna cum laude dhe diplom bachelor në inxhinieri elektrike. Po. Bëni foto? Ftojmë studenten Loara Gjihani për të marrë titull nderi, magna cum laude dhe diplom bachelor në biologji. Ftojmë studenten Angela Bejdaj për të marrë titull nderi, magna cum laude dhe diplom master profesional në mësuesi në arsimin e mesëm biologji me profil minor në kimi. Ftojmë studenten Klodiana Meli për të marrë titull nderi, summa cum laude dhe diplom master profesional në mësuesi për arsimin e mesëm në biologji. Suksese. Ftojmë Sara Labaj për të marrë titull nderi, cum laude dhe diplom master i shkencave në biologji mjedisore. Ka që kemi profesor. Ftoj zëvendës dekanen e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, profesore Elionën, për të dhënë diplomat dhe janë prap studentët ekselent. Ftojmë Denada Agaçaj për të marrë titull nderi summa cum laude dhe diplom bachelor në biologji. Ftojmë studenten Stefi Muçaj për të marrë titull nderi magna cum laude dhe diplom master i shkencave në biologji mjedisore. Ftojmë studenten Donatella Isakaj për të marrë titull nderi magna cum laude dhe diplom bachelor në informatikë. Ftojmë studenten Gisela Ibro për të marrë titull nderi magna cum laude dhe diplom bachelor në informatikë. Ftojmë studentin Arlind Kojanaj për të marrë titull nderi magna cum laude dhe diplom master i shkencave në shkenca kompjuterike. Okay. Tani, ftoj studentin Denis Demaj për të ndarë me ne përvojën e tij si student ekselent. Të nderuar profesor, të dashur studentës apo diplomuar, të pranishëm, qëndroj sot këtu me mirënjohje dhe krenari, jo vetëm për arritjet e mia, por edhe për të gjithë ata që më kanë ndihmuar në këtë rrugtim. Dëshiroj të shpreh falenderimet më të thella për profesorët tanë, të cilët na kanë udhëhequr dhe na kanë drejtuar, sigurisht dhe na kanë ndihmuar jo vetëm si student, por edhe si individ të përgjegjshëm. Dëshiroj të shpreh një falënderim të veçantë dhe për Universitetin Ismail Qemali të Vlorës në tërësi për mundësinë që u jep studentëve ekselent si puna ime, duke i ofruar mundësinë për të kontribuar në mësimdhënie. Gjithashtu, dua të falenderoj dhe familjen time dhe miqt, të cilët kanë ofruar një ndihmë të pakushtëzuar për mua dhe ju uroj të gjithëve suksese të mëtejshme në jetë. Ftojmë shefin e Departamentit të Biologjisë, profesore Denada Sota, për të dhënë certifikatat për diplomat për departamentin. Ftojmë Pamela Ferdi Muaj për të marrë diplomën bachelor në biologji. Të vazhdojmë tjetër? Jo, Pamela. Suksese, Pamela. Suksese.
Ftoj studentin Suela Alla për të marrë diplomën bachelor në biologji. Ftoj studentin Sterina Islamaj për të marrë diplomën bachelor në biologji. Ftoj studentin Elka Fejzaj për të marrë diplomën master i shkencave në biologji mjedisore. Ftoj studentin Qelesta Ormoni për të marrë diplomën master i shkencave në biologji mjedisore. Nuk është. Ftoj studentin Sara Zoto për të marrë diplomën master i shkencave në biologji mjedisore. Ftoj studentin Nevila Seferi për të marrë diplom profesionale akvakulturë dhe higienë të produkteve të peshkimit. Kjo nuk ishte. Ftoj studentin Esmeraldo Selimi për të marrë diplom profesionale në akvakulturë dhe higienë produkteve të peshkimit. Ftoj studentin Spartak Skënder Bushaj për të marrë diplomën profesionale në akvakulturë dhe higienë të produkteve të peshkimit. Edhe kjo nuk ishte. Njëri nuk ishte këto. Dhe tani ftoj përgjegjësin e departamentit të kimisë. E more diplomën? Ftoj përgjegjësin e departamentit të kimisë, profesore Marinela Muço për të dhënë diplomat e studentëve. Ftoj studentin Daniela Elmazi për të marrë diplom profesionale teknik laboratori kimik. Ftoj studentin Elvira Ziu për të marrë diplom profesionale teknik laboratori kimik. Ftoj studentin Ersiola Nebiu për të marrë diplom profesionale teknik laboratori kimik. Më duket nuk është. Ftoj studenten Gesta Malaj për të marrë diplom profesionale teknik laboratori kimik. Kjo është Gesta apo Ersiola? Gesta apo Ersiola? Kjo nuk ishte. Ajola më presi. Ftoj studentin Heruzian Aliçani për të marrë diplomën profesionale teknik laboratori kimik. Heruzian. Është Heruzian. Të rashalli. Jera atje. Ftoj studentin Kridi Demçe për të marrë diplom profesionale teknik laboratori kimik. Ftoj studentin Maria Leskaj për të marrë diplom profesionale teknik laboratori kimik. Ftoj studentin Megi Shau për të marrë diplom profesionale teknik laboratori kimik. Ftoj studentin Sara Zeneli për të marrë diplom profesionale teknik laboratori kimik.
Emiliano Olsisino për të marrë diplomë profesionale teknik laboratori kimik. Ftoj studentin Shpëtim Rapi për të marrë diplomë profesionale teknik laboratori kimik. Studentin Sonila Koqiraj për të marrë diplomë master i shkencave në mosimdhënie të kimisë në arsinë e mesit të lartë. Studente Zana Skënder Berisha, bachelor në inxhinjeri navale, e cila është e vetmja studente nga Trojet e Kosovës. Vana, do më japësh të tjerat? Vana. Studentin Elis Nexhmi Shametaj për të marrë diplomën bachelor në inxhinjeri mekanike. Ftojmë studentin Eldi Kamber Kallashi për të marrë diplomën bachelor në inxhinjeri mekanike. Studentin Fiorello Lutaj për të marrë diplomën bachelor në inxhinjeri mekanike. Nuk është komplet. Ftoj studentin Flori Braushaj për të marrë diplomë bachelor në inxhinjeri mekanike. Salia për të marrë bachelor në inxhinjeri mekanike. Ftojmë studentin Nurges Feqi për të marrë diplomën bachelor në inxhinjeri mekanike. Kështë është këtë që është duke. Që shpejt. Hajtë dhe presim të. Ftojmë studentin Kidas Meleshi për të marrë diplomë bachelor në inxhinjeri mekanike. Kidas. Ftoj studentin Kristi Kurishi për të marrë diplomë bachelor në inxhinjeri mekanike. Ftoj studentin Claudio Çulahaj të marrë diplomën bachelor në inxhinjeri mekanike. Ftoj studentin Kristi Hoxhaj për të marrë diplomën bachelor në inxhinjeri mekanike. Oltian Mullaj për të marrë diplomën bachelor në inxhinjeri mekanike. Ka që kështë? Nuk është taj? Kështë ka që? Ta të dyshë nuk janë, në shkanë. Ta të dyshë. Tani kush do jetë? Profesor Kolumbin? Kolumbin do të kalosh të elektrike. Për diplomat e elektrike? Diplomat e elektrike. Ja, i Ftoj profesor Pëllum Cacaj për të dhënë diplomat e inxhinjerisë elektrike. Ftoj studentin Emiliano Hoxhaj për të marrë diplomën bachelor në inxhinjeri elektrike. Studentin Enrico Todri për të marrë diplomën bachelor në inxhinjeri elektrike. Grazie.
studentin Fabion Zogaj për të marrë diplom bachelor në inxhinieri elektrike. Ftoj studentin Jetmir Demollaj për të marrë diplom bachelor në inxhinieri elektrike. Ftoj studentin Kledion Balilaj për të marrë diplom bachelor në inxhinieri elektrike. Ftoj studentin Klejdi Canaj për të marrë diplom bachelor në inxhinieri elektrike. Ftoj studentin Orges Kane për të marrë diplom bachelor në inxhinieri elektrike. Ftoj studentin Giuliano Merka për të marrë diplomën bachelor në inxhinieri elektrike. Ftoj studentin Ylsi Elmazaj për të marrë diplom bachelor në inxhinieri elektrike. Nuk është. Ftoj studentin Ernest Qefa për të marrë diplom në inxhinieri elektrike. Ftoj studentin Klevin Sinanaj për të marrë diplomën bachelor në inxhinieri elektrike. Ftoj studentin Albion Vrenozi për të marrë diplom bachelor në inxhinieri elektrike. Ftoj studentin Mateo Koçi për të marrë diplom bachelor në inxhinieri elektrike. Ftoj studentin Taulant Lika për të marrë diplom bachelor në inxhinieri elektrike. Ftoj studentin Ledio Miraka për të marrë diplom bachelor në inxhinieri mekanike. Pastaj është Diana. Navigacion. Ftoj studentin Giulio Seferaj për të marrë diplom bachelor në inxhinieri mekanike. Nuk është. Kaq më ruaj. Ftoj profesore Diana Bazini për të dhënë diplomat e studentëve navigacion. Ftoj studentin Gesar Çainaj për të marrë diplomën bachelor në inxhinieri mekanike. Ftoj Damian Kasemi për të marrë diplom bachelor në inxhinieri mekanike. Ftoj studentin Andi Kola për të marrë diplom bachelor studentin David Mere për të marrë diplomën bachelor në inxhinieri elektrike. Ftoj studenten Eglantina Dorda për të marrë diplomën bachelor
Ftoj studentin Eraldo Dalipi për të marrë diplomën bachelor në inxhinieri elektrike. Tani ftoj shefin e departamentit të navigacionit dhe shefen e departamentit matematik fizik, zotin Shkëlqim Sinani dhe profesore Urgeta Gjermeni për të dhënë diplomat sipas departamenteve të tyre. Ftoj student në fund. Ftoj studentin Adriano Malaj për të marrë diplom bachelor në navigacion. Ftoj studentin Kristi Kanani për të marrë diplom bachelor në navigacion. Ftoj studentin Loren Hysollari për të marrë diplom bachelor në navigacion. Ftoj studentin Orest Gjeka për të marrë diplom bachelor në navigacion. Ftoj studenten Angelika Dalipaj për të marrë diplom bachelor në matematik fizik. Fiorentina Alimuçaj për të marrë diplomën bachelor në matematik fizik. Ftoj studente Gjinoveva Doksani për të marrë diplom bachelor në matematik fizik. Studenten Besana Elezaj për të marrë diplom master profesional në matematik. Nuk është. Ftoj studenten Brunilda Gjakaj për të marrë diplom master profesional. Ftoj studenten Qelieta Leskaj për të marrë diplom master profesional në mësuesi për arsimin e mesëm në lëndën matematik. Studenten Katerina Meminaj për të marrë diplomën master profesional në mësuesi në arsimin e mesëm në lëndën matematik. Shefen e Departamentit të Shkencave Kompjuterike, profesore Alketa Hyso, për të dhënë diplomat e studentëve të departamentit. Ftojmë studentin Admir Resulaj për të marrë diplom bachelor në informatik. Ftoj studentin Alvin Aliaj për të marrë diplom bachelor në informatik. Ftoj studentin Ariel Diagjiaj për të marrë diplom bachelor në informatik.
Ftojmë studentin Klej Abilaj për të marrë diplomë bachelor në informatik. As kësështë? Erdi për? Student Klej Abilaj. Ftoj studentin Mateo Mato për të marrë diplomë bachelor në informatik. Mateo Mato. Ftoj studente Rosela Osmanaj për të marrë diplomë bachelor në informatik. Ftoj studentin Joana Hitaj për të marrë diplomë bachelor në informatik. Ftoj studentin Albi Metaj për të marrë diplomë bachelor në teknologji informacioni. Ftoj profesore Desdemona Gjulapi për të vazhduar me dhënien e diplomave të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike. Ftoj studenten Angelina Dervishaj për të marrë diplomën bachelor në teknologji informacioni. Ftoj studentin Daniel Dalipi për të marrë diplomën bachelor në teknologji informacioni. Ftoj studentin Isuf Zejno për të marrë diplomë bachelor në teknologji. Ftoj studentin Kristiana Vila për të marrë diplomë bachelor në teknologji informacioni. Ftoj studentin Muharrem Hamataj për të marrë diplomën bachelor në teknologji informacioni. Ftoj studentin Petraj Shkovaci për të marrë diplomën bachelor në teknologji informacioni. Ftoj studentin Elio Nushi për të marrë diplomën bachelor në teknologji informacioni. Ftoj studentin Arshile Pripsi për të marrë diplomën bachelor në shkenca kompjuterike. Ftoj profesore Alma Sheko për të vazhduar me dhënien e diplomave të Departamentit të Shkencave Kompjuterike. Ftoj studentin Dimitër Janushaj për të marrë diplomën bachelor në shkenca kompjuterike. Ftoj studentin Orges Hamzaraj për të marrë diplomën bachelor në shkenca kompjuterike. Ftoj studente Rafaela Rakipi për të marrë diplomën bachelor në shkenca kompjuterike.
Ftoj studentin Regjina Janushaj për të marrë diplomën bachelor në shkenca kompjuterike. Ftoj studentin Dionis Gjishti për të marrë diplomën bachelor në shkenca kompjuterike. Studenten Casey Gjoleka për të marrë diplomën master profesional në mësuesi për arsimin e mesëm në lëndën informatik. Ftoj studenten Alban Aristani për të marrë diplomën master i shkencave në shkenca kompjuterike. Studenten Jessica Micoli për të marrë diplomën bachelor në shkenca kompjuterike. Alban Aristani për diplomën master shkencor në shkenca kompjuterike. Deftoj studentin Soni Braçellari për të marrë diplomën master i shkencave në shkenca kompjuterike. Është fundi, tani do të kapoj. Nila nxito. Edhe njerë. Më mirë poshtë, okej.